Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Po lutem së bashku me ju mbrëmësorën e parë e diel java 29 gjatë vitit liturgjik C, psalmet e marra nga java e parë e psalterit. O hy më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O Zot, krijuesi të gjithave, drejtues në botë, që ditën e vesh me dritë të hishme e me hir të gjumit natën. Preja gjymtyrve të këputura, të kthej zellin e punës, të lehtësoj mendjet e lodhura, të het gjëmat nga shëruese. Fal ditës që kaloi uratëve në natë e re, ndihmo fajtorët me anë të premtimit, me këngë shpalosim himnin. Thellësisht të këndovë zemra, për ty zëri të kumboj, të dash dëshira e pastër, të adhurov mendja e përkor. Kur errësira e madhe me ne të mbuloj ditën, feja të mos njot erin, nga feja shkëlqef nata. Na ruaj atë plot drejtësi, dhe o birë baraz me atin, bashkë me shpirtin ngushëllues, që në jetë të jetës je sundues. Amen. Antifona e parë. Por si ty mi kemit unë ngrit lutja ime drejt teje, o Zot. Psalmi 141, lutja në rrezik. Nga dora e engjëllit ty mi erëndshëm, i kemit unë ngrit para hyjit bashkë me oratat e shetërve. Nga Zbulesa 8:4. O Zot, klitha drejt teje, eja me të shpejt tek unë. Dëgjoje zërin tim kur thërras drejt teje. Unë ngrit lutja ime si ty mi kemit në pranin tënde, lartësimi duarve të mia, por si flia mbrëmjes. Vërja rojën, o Zot, gojës time, edhe rojtarët në derë të buzëve të mia. Mos lejo të priret zemra ime në punë të këqija, për të se ndërtuar punë të liga me njerëz të paudhë, që të mos i shejoj kënaqësitë e tyre. Le të më ra i drejti, kjo është mëshirë. Le të më qortoj, për vajim katarit mos e left kokën time, për pa që uratën përballë mbrapshtisë të tyre. Kur nga gremina ti plandosin gjyqtarët e tyre, do të shohin sa të ëmbla kanë qenë fjalët e mia, por si ashklat e latuesit e të prerësit në për tokë, shpërndajnë eshtrat e tyre grykësën në tokës. Te ti, o Zot, hyji im janë sytë e mi, ty të rash në dore, mos lejo të biret shpirti im. Më ruaj për graskët që më kanë ngrehur, prej pengesave të atyre që bëjnë të keqen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Por si ty mi kemit, unë ngrit lutja ime drejt teje, o Zot. Antifona e dytë. Ti, o Zot, je strehimi im, prona ime në tokën e të gjallëve. Psalmi 142. Ti je strehimi im. Krishti në mundim thret atin. Aba, atë. Largoje prej meje këtë gotë. Nga Marku Ungjilltar, kapitulli 14, rreshti 36. Dhe kërkon ringjalljen mbi të cilën kisha shetërve e rënjos fen e saj. Krahaso Kasiodoro. Me gjizë e thëras Zotin në kushtrim, me sa zë kam Zotin e përbej, para ti shgrehem në vajtimin tim, para ti e qes shtrëngimin tim. Me gjithë se shpirti im po meket në mua, ti e një udhën time. Udhës nga më duaj të kaloja, ma ngrehen grockën. Shikoja djathta se shija, si shte askush që të më njehte. Askund shtek shpëtimi.
dhe s'është askush që të kujdeset për jetën time. Atëherë të thira në ndihmë, o Zot, e thash, ti je strehimi im, ti je pjesa ime në tokën e të gjallëve. Vështroj britmat e mia, sepse jam përvojtruar për së tepërmi. Më liro prej salvuesve të mi, sepse janë më të fortë se unë. Nxjerrë shpirtin tim prej rrethimit, që të lavdëroj emrin tënd. Rreth meje do të bashkohen të drejtët, nëse mirësisht do të kujdesesh për mua. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ti, o Zot, je strehimi im, prona ime në tokën e të gjallëve. Antifona e tretë. Jezusi e përuli vetën deri në vdekje, prandaj hyi e lartësoi në lavdi. Kënga Filipianëve kapitulli 2, rreshta 6 deri në 11. Krishti shërbëtari hyjet. Krishti Jezus edhe pse me natyrë hyj. Barazin e vetë me të, nuk e çmoj si një visar që s'mundet pa të. Por je mohoi vetvetes. E mori natyrën e shërbëtorit dhe u bëi ngjashëm me njerëz. Dhe për kapamja jashtme, Dukej vetëm njeri. e përuli vetveten duke u bëri dëgjueshëm deri në vdekje. Mu deri në vdekjen e kryq, Prandaj edhe hyi e lartësoi tezve, dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë, e atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. dhe çdo gjuhë të dëshmoj. Jezu Krishti është Zot, në nder të hyjet atë, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Jezusi e përuli vetveten deri në vdekje, prandaj hyi e lartësoi në lavdi. Leximi i shkurtër të Romakët kapitulli 11, rreshta 33 deri në 36. O thellësi e pasurisë, e urtisë dhe e dijes së hyjet, sa të pavëzhgueshme janë gjyqjet e tija, sa të pashqyrtueshme janë udhët e tija. E një mend, kush e njohu mendimin e Zotit, kush i bë atij këshilltar, kush i dha atij më parë që të jetë detyrë t'i kthehet, sepse gjithçka është prej tij, në për të dhe për të, qof lavdëruar për gjithmonë e jetës. Amen. Përgjigje e shkurtër. Sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot. Sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot, Ti i bëre me mirësi dhe urti. veprat e tua, o Zot. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Duart e Mojsiut qëndruan të ngritura lart në lutje deri në perëndim të diellit. Kënga e Virgjës së Lumës sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë, rreshtat 46 deri në 55. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me hare brohorit hyet shërbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtarën e vet të përvojt, që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shajt është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet, I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve, i rrezoi princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të përvojturit, me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'ta hanë. e të pasurit i nisi duar that, I ndihmoi Izraelit shërbëtarit të vet, duke sjell në mend mëshiren, si u apati premtuar etërve tanë.
në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshëm, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. duart e Mojsiut qëndruan të ngritura lart në lutje deri në perëndim të diellit. Lutjet e besimtarëve. Ta lavdërojmë një të vetmin Zot Atin, Birin e Shpirtin Shenjtë, dhe t'i lutemi me gjithë zemër. Rri o Zot me popullin tënd. O Zot i Shenjtë, Ati gjithë pushtetshëm, bëj që në tokën tonë të mbi drejtësia, dhe populli yt të gëzoj plotësinë e vllazërimit e të paqes. Rri o Zot me popullin tënd. Bëj që të gjithë popujt të hyjnë në mbretërinë tënde, kështu që të shëlbohen të gjithë njerëzit dhe kombet. Rri o Zot me popullin tënd. Bëj që bashkëshortët të qëndrojnë në paqen tënde dhe të kryejnë vullnetin tënd, dhe për herë të jetojnë në dashurinë ndaj njëri tjetrit. Rri o Zot me popullin tënd. O Zot, shpërblej të gjithë bamirësit tanë dhe jepo atyre jetën e pasosur. Rri o Zot me popullin tënd. Shikoj me mirësi të gjithë ata që humbin jetën në luftë apo janë viktima të urrëties njerëzore. Pranoj në paqen qiellore. Rri o Zot me popullin tënd. Aty që në qiell u shejtroft emri yt të ardhë mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj i gjithë pushtetshëm dhe jam shuar, bëj që gjithmonë ta kryejmë me përkushtim vullnesën tënde, dhe t'i shërbejmë madhërisë sate me zemër të sinqertë, nëpër Zotin tonë Jezu Krishtin, Birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë hyj prej të gjithë shekujt të shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, së bashku me ju lutem brëmësërën e parë e kësaj të diele, javës së 29 gjatë vitit liturgjik C. Juftoj të vazhdoni të shoqëroheni me programet e Radio Marisë së Kosovës në një zej krishter në shtëpinë tënde. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.